Përshëndetje Sherista dhe mirë se erdhët te Sheri. Podcastin tonë do ta fillojmë me pjesëmarrësit e Rin Show, si fillim me kampionët tanë e më pas me shkollat e tjera. Ulemi vajza. Dhe tani jemi me Mikaelin, presidentin e shkollës. Mirë se na erdhe president. Ju faleminderit për ftesën. Shëndetje. Tani, intervista e fundit ishte kur ishe kandidat për president. Tani na erdhe si president me një kup anash. Na erdhe si president dhe sigurisht detyrat time nuk kanë mbaruar akoma. Po. Kjo kup nuk është vetëm ime, nuk e solla unë, e soll ngjënësit e shkollës. Kjo vlen për tu përmendur, vlen nga puna e fortë dhe bashkëpunimi në grup. Shpresojmë të vazhdojmë të sillim të tjera. E vërtet. Nuk po ta kujtoj që ke vetëm një muaj. Kemi marrë masa të gjitha, i kemi marrë masa. Atëherë, sa po tham që je president. Përgjegjësia për ty në këtë vit të Rin Show ishte patjetër dhe më e madhe. Kishte ndonjë moment gjatë provave që has ndonjë vështirësi, ndonjë moment shkurajimi të thojë nuk do të dalë siç e kam menduar unë? Në çdo moment teatri ka diçka. Të gjitha skeçet, të gjitha kërcimet, të gjitha këngët kanë diçka. E shikoja në një spektër tjetër, jo vetëm si një aktor. Gjatë rrugtimit tim 3 vjeçar të Rin Show nuk kam hyrë asnjëherë për një çmim personal dhe këtë ja kam thënë kujdo që ka ikur, që ka qenë miku im dhe të gjithë të rinjve që kanë erdhur, sepse nuk luftohet për vete. Luftohet deri në një moment, por duhet t'japi maksimumin për të marrë kupën e madhe gjithmonë. Ideja e vështirësive që përmendi Angelina është që po ka pasur jashtëzakonisht vështirësi, ka pasur momente që situatat kanë dalë nga duart, por ajo që vlen për tu përmendur është që gjithçka duhet kalohet me qetësi. Ka çdo gjë një zgjidhje. Në teatr asgjë nuk është gabim dhe asgjë nuk është saktë 100%. Ta dini këtë gjë. Po. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Filozof, shumë okay. E ka Angelika se e ka. Po më bën si profesorët e shkollës tonë që ma pagëzojnë emrin si ju vi. Tani, ne pam që shfaqja ishte një trup i vetëm, ishte unifikuar, ishte realizuar shumë bukur, nuk kishte domethënë shumë brapa skena me savurare, ju vetëm sfilata që brapa skena ishte sken. Shumë bukur, e thon shumë bukur, po. Patë ndonjë problem, si erdhi kjo si ide, domethënë? Ideja u propozua ishin shumë nxënës. Ishin shumë nxënës. 81 pjesëmarrës në Rin Show këtë vit, 75 vitin e kaluar. Po. Kemi një rritje domethënë diskutohet numri të nxënësve. Pjesa e vështirësive dhe mënyrës së menaxhimit të tyre ishte domethënë si pasojë të profesore Blertës, të cilën e përshëndes dhe nuk e di domethënë çfarë fjalë të them sepse ka bërë një punë kolosale me ne dhe sigurisht ka pasur vërtet nerva. Sepse ajo shfaqje pretendohet që të paktën me bisedat që kam bërë me profesore Blertën quhej gjysmë profesionale. Dhe një nga detajet që e karakterizonin atë ishte që në momentin që mund ta keni vënë re kush ishte pjesëmarrës apo nga videot, ishte momenti 2 skeçeve humoristike që ne kishim dhe të gjithë aktorët e tjerë që ishin të ulur nëpër karrige dhe nuk qeshnin. Ndërkohë që salla qeshte. Ajo ishte gjysmë profesionale. Pra të arrijë të mbajtë që ju se ne i kishim para ato skeçe, sepse ne kemi qenë shumë ngushtë me provat. Duke qenë se vjet kemi bërë një shfaqje 2 orë gjysmë dhe ishim të, domethënë, ishim një trup, por ishim të shpërndar me skeçe gjithë secili. Ndërsa këtë vit profesora na unifikoi në një. Ideja ishte një vështirësi që ne kemi pasur 5 minuta para shfaqjes, që ajo ishte domethënë mund të dështonim vetë sepse nuk e përmendi as Brigeli as Dorisi, ishte që Zamira Kita do të bënte një përshëndetje. Një falenderim, do të prezantonte jurin dhe gjithçka. Profesore Blerta ne kishim programuar shfaqjen që kur të hynin njerëzit, ne të ishim të shtrirë nëpër karrige, kërcimit ishte bërë gati dhe të bëheshim gati për sfilatën. Fillonte direkt, pas siglën e Rin Show pas asgjë. Ndërkohë që 5 minuta para shfaqjes profesore Blerta vjen dhe na jep lajmin që ju nuk do të rini aty. Të gjithë që janë nga krahu i maj duhet të rinë mbrapa kuintës së bardhë. Dhe mendoheni pak rreth 25 vajza, sepse ishin total një 25 vajza me krahët vend dhe djemt sigurisht nga mbrapa, që duhet të qëndronin pa lëvizur mbrapa kuintës së bardhë që të mos tundej. Sepse mbrapa saj ishte vendosur i gjithë wallpaperi i Rin Show. Pra doli një situatë nga duart e cila është menaxhuar në kohë rekord vetëm me ne që vraponim në shkallën mbrapa. Nuk u vure asgjë. Ishte aty ishte domethënë e vetmja frikë ime sepse kemi pasur edhe një nxënës që ishte e vjet, Teodor Moskoja, i cili na ndihmoi jashtëzakonisht shumë dhe sidomos me këtë pjesën e fundit të rregullit sepse profesore Blerta më tha mua, i tha Brigelit po diskutohej që ata pjesa kryesore që unë thash Brigelit, Dorisi thash fokusohuni në kënga.
Fokusoni në kënga dhe mos u shqetësoni mazit tjetër. Kishim nxënës të rinj të viteve të para të cilët qanin nga stresi, ai ishte një allë më vete. Dhe vetmja gjë që ishte kjo, i thash Tedit, shiko, në rast se do më ke ndihmuar në shfaqje, më intereson kjo, i thash tani. Nuk më intereson asnjë lloj gjëje tjetër, çfarë do bëj apo si do shkoj. Thjesht kjo, dhe kemi mbajtur thjesht me kapërcime nga kuintat, nga shkallët mbrapa, dhe thjesht që ishim gjatë gjithë kohës shët mos flisnin dhe që nxënësit vendoseshin në siklet që qëndronin, sikur tani çfarë po ndodh. Dhe fjalimi që u duk, një fjalim shumë i shkurtër 3 minuta që na u duk si 13 minuta. Domethënë që shfaqja jon numuroheshe, thjesht numuroheshe me minuta. Profesora Blerta tha, kaloi një orë, një orë gjysmë unë të çmenda tha. Shfaqja dështon. Dhe ne ishim me minutazh dhe në provën gjenerale. Kemi punuar me kronometër. Po ideja e shfaqjes si erdhi, mesazhi. Mesazhi i shfaqjes ishte u kuptua më saktë nga pjesa më e madhe e nxënësve, sepse pjesa e mosdisiplinimit të tyre vinte nga fakti që nuk e dinin ç'po ndodhte. Dhe ideja ishte që profesore Blerta ma shpjegoi mua, shpjegoi në Brigeli, materialet që vinin, ne bëjmë pjesë dhe në botën e artit jemi marrë me pjesën e teatrit dhe arritëm të kuptonim idenë dhe me shpjegimet e para. Megjithëse profesore Blerta e mbajti fjalim përpara asaj që ishin xhiut. Nxënësit e kuptuan kur kanë hyrë në teatr. Kur kanë hyrë në teatr dhe aty është bërë e gjithë lidhja e shfaqjes, kërcim, këngë dhe aktrim. Aty hyn emocionet e para. Aty u dallua që në momentin e parë kur Doris këndonte Je suis malade, dhe ishin të gjithë nxënësit e ulur dhe që qanim të gjithë dhe me monologun e Fionës. Ato nuk ishin lot të nxjerra nga mjeshtria e aktorit, sepse askush nga ne nuk di mjeshtria e aktorit aty. Ato ishin lot të nxjerra nga emocionet. Dhe unë mendoj domosdoshmë nuk ka gjë më të mirë se një lot i nxjerrë nga emocionet. Kemi pasur incidente me persona të cilët bënim prova lidhur me të, sepse kisha një moment që isha në krye të skenës dhe në momentin që Doris i broriste Je suis malade, unë duhet bija tek miku im Brigeli, i cili duhet më mbante dhe më përqafonte. Rreth 2 herë në prova jemi goditur kokë më kokë dhe jemi entur, derisa më në fund arritëm të gjenim distancën e dur sepse nuk shikoheshim në sy, sepse ishin të gjithë e dinin ku do shkonin dhe të gjithë duhet të rinin aq serioz dhe me atë lloj vibe që tani unë do qaj këtu. Pra kalimi nga vështirësi, nga mundimi, nga lodhja në ëmbëlsinë e dashurisë deri në bardha në fund, pra që ishte çlirimi dhe që po mundeni. Mi që nuk erdhe me kokën kështu. Jo, aq keq jo. Po, një këndvështrim tjetër. Me çka kam dëgjuar unë, po nuk do them asgjë më tepër. Problemet kanë qenë, po ka patur probleme me largime, me pjesëmarrësit. Sepse nga njerë unë e di dhe vetë që thonë do e bëj këtë gjë, do vi, vender në gjysmë në rrugës, po nuk e bëj dot unë këta. Kishim lënë edhe 2 orë para shfaqjes që nuk e. Persona që unë e di që kishin investuar në kërcim, kishin investuar në sa kishin investuar në sfilat, në blerjen e veshjeve, në zhvillimin e provave. Një ditë para shfaqjes ne kemi qëndruar deri më 12:30 në teatr. Dhe unë kur shikoja dhe më lajmëroni që Mikael ne nuk vim, dhe unë nuk ju thoj asgjë. Ju thot ishte okay, sepse unë e gjykoj në një spektër tjetër. Në momentin kur ti ke harxuar kohë, ke harxuar mund, ke harxuar dirës, dhe ty nuk ti intereson as për kolegun tënd që ke përpara, atëherë unë i vijm fare më mirë që nuk kanë. Sepse jam i sigurt që ata në rast se kanë dhe një vit kohë për në një show do jenë ata të parë të cilët do të hidhen vitin që vjen. Domethënë jam i bindur deri në 12 kanë harxuar kohë jashtëzakonisht, kanë bërë sakrificë sepse deri në 12:30 ne kemi ikur ne djemt kryesisht kemi ikur më këmbë sepse makina diskutoheshe që do të shkonin vajzat. Është bërë sakrificë këtij lloji dhe ka pasur braktisje do të thoja unë në fund fare. Sepse profesore Blerta mua më tha diçka, unë e pres që javën e parë kur u prezantimi këta do rallohen sepse ne shkuam 105 vete aty. Nga Rajshirin Xhi. Dhe ngelen 85 deri në një lloj momenti dhe në shfaqje kanë dalë 80-81 me numër. Pra ka pasur një numër të nxënësve. Ata që u larguan në fillim, kuptuan ndoshta kapacitetin nuk arritën dot angazhimet e tyre, askush nuk gjykon. Por thjesht papërgjegjshmëria e braktisjes të shfaqjes në momentet e fundit, me justifikimin që unë nuk kam asgjë aty, nuk kam çfarë bëj, ndërkohë që vetëm shtylla ku bazohej shfaqja ishte kënga në cilën bënim pjesë Brigeli Dorisi, ishte Fiona e cila ishte vajza e lënduar dhe unë në fund fare që kisha monologun tim mbi të gjithë njerëzit munden, të gjithë të rinj munden të bëjnë pavarësisht frikrave që kanë. Si ai monologu e krijove vetë me pak ndihmë nga Blerta? Monologun unë e doja një monolog të tillë.
Nuk e dija kur do ta kisha mundsinë, sepse të shkruash një monolog vend të shumë e thjeshtë. Dhe ta shpërfaqesh në këto pozita që jemi ne, është shumë e thjeshtë, me një aktivitet dhe mund ta thuash. Por e doja atë monolog për të parë aftësitë e mia. A do ma jepte dikush atë lloj monologu mua? A do isha idein për ta bërë atë monolog? Dhe un kam bërë prova me profesor Blertën vetëm 2 herë në 3 muaj për atë monolog. Dhe gjitha ishte një provë personale ime që do e bëj, thoja. Dhe vetë monologu më shtynte ta bëja. Profesora nuk e them këtë as për t'i bërë qefin profesorës, por as për t'i bërë qefin vetes. Ishte gjatë gjithë kohës që recitimi më theshte mua, domethënë monologu yt është i pashmangsh, nuk kam pse të bëj prova me ty ma bënte mua. Ti e thjesht dil në shfaqje, por unë nuk doja. Nuk e doja këtë gjë. Shumica ma merrnin domethënë pasiguri, mos u streso, por jo, e doja në perfeksion. Doja të arrija maksimumin tim, sepse ishte, domethënë siç doja kuptonin show ishte ajo gjë që unë e kisha të artit tim, pjesa ime personale. Që hynte në portofolin tim. Dhe thjesht momenti kur profesora Blerta më ka thënë shiko, kjo është ideja, unë do të shkruaj një monolog të tillë dhe unë isha gjithë kohës në pritje. Në momentin kur ajo më ka thirrur, kam punuar 1 orë e gjysmë ditën e parë, dhe ajo më ka thënë që në rast se e bën kështu në ditën e shfaqjes, më mua je i papar. Por unë nuk u mjaftova me atë dhe vazhdova gjatë gjithë muajve sepse nuk më mbante të qëndroja vetëm në një. Thjesht ishte bukur. Monologu ishte vërtet shumë i bukur, ishte shumë prekës, sa dhe ti u preke për një moment. Dhe unë u lërita, dëgjova një ulërim në Jug Perëndim tant, edhe se dëgjova isha unë. Dëgjova jo vetëm një ulërim në Jug Perëndim lindje dhe veri. U dëgjuan gjithë sallën, për arsye sepse shfaqja përfundoi. Po. Kjo ishte një peshë më vete e saj. Ishte një peshë më vete, sepse u mbyll shfaqja dhe mua më vjen vërtet mirë dhe për njerëzit të cilët më vlerësuan, më erdhën, më dhan lule. Kjo më pëlqeu, sepse mendoja diçka, këngëtarët kishin mikrofona, aktorët kishin qetësinë. Dhe unë kisha vetëm një problem në fund fare, unë nuk kam mikrofon. A do arrit ta bëj në monologun tim, a do ta bëj sallën të pushoj? Dhe a do dëgjohem deri në fund, a do kem ai zë, sepse shumica mendonin dhe kur flet ti dëgjohesh deri në pult, por nuk është e thjeshtë të dalësh mbas asaj derës së zezë dhe të shikosh një ndriçim, sepse bëhej një lloj me drita që profesorja e miksovi në një lloj mënyrë që unë nuk e dija, domethënë si do të arrinte. U hapën dritat e bardha, unë i pash mirë të gjithë kush ishte, u djersiva pak, dhe në një moment më vjen një dritë e vogël mbi kokë që tani i jepi. Dhe thjesht një fytyrë në fund fare kur vinte momenti që një zë brenda me do të vazhdo të mundesh dhe profesorja që e shikoi nga lart kështu aty ishte domethënë një lloj çlirimi që okej, ja dola. Edhe, do ta them kështu, do ta përshpëris. Po të mos duash, mos e thuaj. Atë në fund, si ku qave pak. Po. Pak. Nuk qava pak. Mirë, pak pashon. Nuk qava pak. Lotët janë shumë normal, si që the dhe vetë, kur qanë nga i nervozizmi si kur e liron pak vetën, po unë dua të di, shkaku i lotëve, dhe kur nisi, kur u hapën dritat dhe ti e ndjeve përfundoj kjo, apo po e mbaj edhe kur po Të gjithë menduan dhe vetë prindit e mi më thanë që kisha emocione, më thanë mua, sepse kur dalë sken, unë jam zero me emocione, sepse them tani dola duhet ta bëj. Nuk ishin nga emocionet, unë këndova, kërceva dhe në ja ku jam, që këndonim të gjithë si shkollë, por emocioni kryesor ishte që mbaroj. Dhe nuk do t'jem më pjesë e rin show, sepse rin show për mua ishte domethënë impakti i parë për të nxjerrë talentin tim, qoftë si aktor i mirëfillt, qoftë me emisionet që unë zhvilloj dhe kam krijuar dhe më është dhënë hapësira aty që për cilën unë e falenderoj, për miqësinë që kam krijuar brenda dhe për çdo lloj momenti. Kjo kupa që unë kam këtu ngjitur, unë e doja vërtet shumë. 2 vitet që kaluan, kam punuar, domethënë ato materiale që kisha, ato ide që unë kisha, mendime, çdo lloj gjë i kam shprehur, janë marrë për bazë gjëja që më ka pëlqyer më shumë dhe e doja vërtet. Dhe kur mendova që okej, thanë të gjithë bravo, më dhanë lule dhe isha në fund, Mikael, mbaroi, je jashtë. Tani je jashtë. Nuk kam rin show dhe për mua domethënë ishte nuk e di, edhe sot kur e kujtoj dhe tani në këto momente prap nuk ndihem mirë, sepse është një spektakël që unë adhura me zor e prisja këtë lloj periudhe dhe kam lënë çdo lloj pune. Dhe ishte gjithë kohës në një show, vërtet kam pasur punë të shkollës sepse nuk do t'ja nashkaloj ato asnjëherë derisa të mbaroj, por muhabeti është që mbaroj. Mbaroj të shkolla. Mbaroi rin show. Kemi dhe ne një festivitetin tjetër, kështu që
Shpresoj që të ndjeni. Sepse atë do keni shijuar vërtet gjimnazin, do kuptoni që keni shijuar bukurinë e gjimnazit. Edhe pse tani ankohemi, Mikael, do më citosh pak momentet më të bukura të një show të gjitha vitet që ti ke marrë pjesë? Ato që të kam bërë më shumë në mendje. Roli im i parë në një show. Roli im i parë në një show ka qenë një rol mjaft humoristik, por më i sikletshëm për mua personalisht. Profesori e dha aprovimin. Që në vitin tim të parë kisha një rol mjaft të sikletshëm dhe nuk kam folur me Mariusin për një muaj, ose mësa kur flisnin vetëm zjesh. Okay. Ideja ishte që bësha një audicion, në thonjza, për një rol të komunitetit LGBT. Dhe një djaloshi ishte, ai ka ndruar shkollë tani, ai djaloshi do të merrte pjesë si shkatrusi i rinë show-ut. Pra nga ai provat e raqë që ishin xhiut, po dështonin dhe ishte hapja e shfaqjes kjo, Unë nuk kisha dalë ndonjëherë të ndodhte kjo gjë dhe më thot Mariusi ti shkaq u provuan disa djem për të bërë rolin e, më fal, gate. Dhe unë isha në një lloj inercie që unë po prisja rolin tim sepse kisha 3-4 role, 3-4 skeçe ndryshme dhe në thjesht po rria në telefon. Dhe unë nuk e mora vesh për çfarë ndodhi dhe Mariusi thjesht më ka bërë kaq. Mikael, po çu provova një herë, më tha mua, "Bëj një herë." Por ashtu, dhe unë jam ngritur thjesht me atë inercinë që po më vlerësojnë, po nuk e dija se çfarë po vlerësohesha. Dhe ai rol më tha mbasi e mora, që më tha profesora Bleta ti do ta bësh, më tha mua. Do ta bësh këtë. Më tha Mariusi që unë e kam bërë vitin e parë, dhe unë nuk mund të të lij aty, më tha. Pra ishte një pabesi. Kam bërë atë rol dhe thjesht momenti i parë ishte kështu që unë do të vija i veshur me varse, bluzë e zezë, do të vija me inat e gjithë shkolla që i thëriste atë djaloshit e godiste dhe e bënte, dhe hapeshin të gjithë e dilnjau, tani të gjithë pristin, do e merja në kuris, do e idhja, ose do bija në 20 tau. Por të fillosh të flasësh lidhur me këtë lloj teme është një lloj gjë mjaft e thellë. Graciano, po. Kjo ishte domethënë një nga momentet më të bukura në prova, që nuk kishte moment që mos e bënim dhe të mos qeshnim, dhe nuk përfundojnë memet. Dëgjon çfarë flasin këta? Në vitin tim të parë ishte kjo. Ndërsa në vitin tim të dytë do të mbaj mend Mikele. Një djalosh i cili s'po mblidhte trurin e tij, por jo, nuk do të theksoja rolin e Mikeles, duke qenë se aty pata një vështirësi në skenë me bashkolegun tim, por arritëm ta zauronim shumë mirë. Në vitin e dytë do shijova punën, shijova disiplinën. Këtë vit mungonte, nuk ishte e njëjta. Shijova disiplinën sepse kalonin bukur, në momentin që ishin 4 orë dhe në 5 orë prova. Nuk bëm kaq këtë vit. Prandaj thash që kjo fitore e këtij viti më shijoi më shumë. Kishit më shumë ndihmë vjet apo këtë vit? Shiko, kjo lloj ndihme, sepse të gjithë vjet çdo lloj shkolle kishte regjisorin e saj dhe detyrimisht kishin hapësirat e tyre. Sepse Silvio punonte me ne 4-5 orë, pra i theshte unë sot kam aktrimin dhe unë do të ri 2 orë me një skeç. Skeçi i Trurit dhe Mikelia është punuar gjithmonë 1 orë gjysmë 2 më vete dhe ishte skeç i marrë nga një libër në Akademinë e Arteve që ishte konkuruar, por i rinovuar me materiale humoristike, patjetër, sepse nuk do nxjerrim shkrimtarin për të qartë, sepse ishte një shfaqje humoristike. Në rast se do të ishte ideuar këtë vit, ndoshta do të kishte bërë pjesë tek e Zeza. Por ajo që më pëlqeu ishte kjo, kishte disiplinë, kishte punë dhe pavarësisht gjithçka, edhe pavarësisht përfundimit, të gjithë mbetëm të kënaqur, të gjithë u kënaqën në fund. Me Silvion e shijuam, kemi bërë një fest, sa në një lokal përpara shkolle, me njëri tjetrin, luanim, kalonim mjaft mirë, Silvio na ndiqte, këndonim me kitar, kudo ku mblidheshim, pra ishim, nuk e di, ishte më ndryshëm. Më shijoj, ndërsa në vitin tim të tretë më shijoj shumë përfundimi. Shijoj përfundimin. Dashuria e parë e fundit. Si unë spilazin. Po, shiko, pse mungonte disiplina këtë vit krahasuar me vitin tjetër, nëse ke gjetur shkakun? Shkaku është shumë i thjeshtë. E kam përmendur dhe në diskutime të tjera për tematika të tjera. Nuk janë brezat e njëjtë. Unë kam marrë, Brigeli nuk e përmendi pak më përpara, megjithëse deri diku arriti ta çekte, unë thash do e merrte më konkretisht. Një javë para shfaqjes, ne bëjmë një provë gjenerale në teatr. Gjenerale ne i quanim të gjitha për arsye sepse nuk kishim kohë për një të tillë. Ne i quanim që kjo është gjenerale sepse nuk e dim se kur, sepse të gjitha shkollat kishin nga gjitha nga një mundësi për në teatr. Dhe ajo provë para një jave ishte totalisht skandaloze. Ajo ishte djegja e shfaqjes.
Shikonim grupe nxënësish të cilët rinin me telefon të bërë rreth mbrapa karigeve, vonesa, këngëtarët njëri ishte i sëmur, tjetri stonovi, mikrofoni në një moment u thye, shtyr mikrofoni, balerinat disa ishin në një pjesë tjetër, në momentin kur ngriheshin në plazhon e diskutonin me njëra tjetrën, ngrit të mirë, se ngrit të mirë dhe kam arritur në një lloj ankthja sa nuk u përmbajta dot. Dhe në momentin që kam përfunduar provat, kam kërkuar që pulti i lartë profesor Bledi të më hapte mikrofonin dhe kam mbledhur të gjithë raqin në skenë. Dhe ju kam thënë thjesht kaq. Në rast se kanë respekti mi i vogël është për skenën njërë, për skenën në të cilën ndodhen, duhet të kuptojnë ku janë. Pa ofenduar shfaqet që ofrohen në shkollë, pa ofenduar asgjë kundi tjetër. Kur je në teatr, duhet të mbash disiplinë. Ne, kur kemi qenë në pozitate, nuk vëm fajnë, ndoshta nuk kishin hipur ndonjëherë. Por ama, ku shkon diku dhe ti nuk e hipur, ndi që ata që kanë hipur. Dhe shiko të paktën disiplinën. Jo më kot profesora nuk e bazoi pikat kryesore në disa persona. Nuk është se uli aftësitë e personave. Thjesht kërkonte një unifikim të tyre, pra që duhet disiplinë. Pra në rast se shfaqja nuk do dështonte nga kënga, nuk do dështonte nga monologu. Do dështonte thjesht nga mënyra se si do të shndronin paraqitja dhe disiplina. Jo më kot i la perdetapur dhe e nxori skenën, prapa skenën në skenë. Që në rast se ju doni të ngriheni, ngrihuni. Ama kur ti ikni të vendosur. Mos ikni duke u fshehur. Mos ikni duke rishkitur apo mos flisni aty mbrapa. Dhe këtë gjë ja u thash. Dhe në fund fare ju thash këtë gjë për këtu. Në rast se dikush ka hyrë me një qëllimi, thash unë, mund të ketë hyrë për tu kënaqur. Dikush mund të ketë hyrë për diçka personale. Dikush mund të ketë hyrë sepse i ka thënë familja. Por të gjithë së bashku futemi në emrin e një shkolle, e cila është me emër për këtë lloj kompeticioni. Dhe në rast se ne duam të çojmë diçka në shtëpi dhe nuk e përmenda kupën, sepse kush arriti ta kuptonte e kuptonte. Kush donte të kuptonte më saktë, sepse pash dhe persona të cilët thoshin Mikael mbarove, dhe ata persona ishin më të lezetshme sepse nuk erdhën ditën e fundit. Dhe ishin të vetmit që më kërkuan bilet për të marrë pjesë në finale, për të hyrë në finale, sepse arritën pa në shfaqjen. Sepse askush nuk e kishte idenë që në rast se del në rreshti 12 nuk dukeshin mbrapa karigeve, personat që ishin në rreshti 20 apo 17 e shikonin skenën në pëllëm të dorës. Atje ishim ne. Jo më kot pulti që ndron në majë për të parë mbarvajtjen e shfaqjes. Dhe këtë gjë duhet kuptonin. Por në fund fare ja dolëm. Ishte shenjë mirë që u larguan dhe nuk erdhën atë ditën e fundit se arritën ata që e kishin të vendosur të vetja që unë do vi dhe do e bëj. Do ta çoj deri në fund. Atë dashurinë e vogël atje. Atëherë, ne ja bëm pak dhe Brigelit për këtë pyetje. Ti kur dëgjove mikrofonin e Brigelit që kishte ca problem, ka zarimesh këtu. Mikrofoni që theu apo mikrofoni që kishte probleme? Në dita. Në shfaqje. Pas që ka thyer dhe mikrofon. Okej, po vazhdojmë. Brigeli theu. Jo. Ishte spilja. Brigeli dhe 4-5 sfilatistë që ecën. Ishte bashkëpunim në ato momente. Si? Çfarë ndjeve ti në ato momente? Shikoj, me Brigelin nuk kam vetëm një marrëdhënie shoqërore apo një marrëdhënie skenike të thjeshtë në disa shfaqje që kemi bërë. Së pari një herë ne punojmë së bashku lidhur me disa këngë të cilat ne treg. Dhe ideja ime qëndron në faktin që profesor Bledi Polena është profesionist, diskutohet. Unë kam pasion muzikën, unë pa muzikë nuk jetoj dot. Dhe e gjithë ajo shqetësimi im ishte tek Brigeli që e shikoja, sidomos Mon Amour, që ne e caktuam qen tetor që do e këndonte në Rin Show. Caktuam qen tetor që këngë do këndoj. Sidomos në pjesa e finales mikrofonet bënin gëzh, disa të tjerë kishin litarin, nuk futeshin, nuk ka ende dilte koreografia. Brigeli që stresoi dhe halli im nuk ishte në mikrofoni. Halli im ishte në Brigeli. Dhe e vetmja gjë që i thoya ishte qetësohu. Sepse jemi në provë. Kur jemi në provë do bëjmë gabim. Ka gabime, unë bëj nga njerë gabime për qef. Unë bëj nga njerë gabime për qef. Kur kemi bërë një shfaqje në Tiranë me nxënësit e liceut, kemi qenë në prova gjenerale në teatr dhe mua thjesht më ka dalë qefi, kam dalë nga kuinat, nga më bose na lodhe, na të shmendet, na mërzitët dhe janë nga jasur gjithë si qeshuri. Pse? Mbahet fryma gjallë humoristike. Duhet të dalë në këtë pjesë. Kur jemi në prova, duhet kuptojmë që jemi në prova. Por tjetër sepse Brigeli e donte perfeksion total. Mua ajo gjë më pëlqen. Sepse ka motivim. Por është ideja këtu, kur është problemi diku tjetër, duhet përpiqem ta zgjidhim aty diku tjetër. Jo ta zgjidhim ne tek vetja jonë, sepse ne jemi tek vetja.
Dhe shfaqja në teatr, që është më e rëndësishme, doli në mënyrë të shkëlqyer me 2-3 probleme, bëzhe të vogla në sfond. Nuk ishin në dorën tonë, mikrofoni me cilin bëri provën generale 1 orë para shfaqjes, nuk ishte i njëjti me atë që dha pas shfaqjes, siç e përmendi dhe Dori sikur dëgjova intervistën më përpara. Nuk këndonte ndonjë me mikrofon me val, preferoi të këndonte me mikrofon militar. Brigeli mori riskun duke qenë se mund të rrezikonte disa gjëra në shfaqje, pjesa e koreografisë dhe kërcime. Pra, nganjëherë duhet të sakrifikojmë disa gjëra për të fituar disa gjëra të tjera. Shumë bukur. Si ajo atje pra. Si ajo atje. Do japësh ndonjë ide për vitin tjetër? Do ma merrni parasysh, thua. Do ma merrni parasysh, shika. Idetë për vitin tjetër, zakonisht në një show keq kuptohet ideja që nuk e marrim çmimin vitin tjetër, thonë, e morën ata vit më përpara dhe nuk ka pjesëmarrje. Pse? Ku e vura re këtë? Në vitin tim të parë, ne vinim nga një fitore. Po. Ne kemi qenë 25-30 veta gjithsej në një show. Dhe përse? Valltare dhe balerina, të cilat unë i kisha parë spektator në teatr që ishin nxënëse, nuk futeshin dhe ishin me këtë justifikim, që jam fituar një herë. Dhe kuptova, përpara se unë të jap një ide lidhur me një koreografi, me një këngë, me një skeç aktrimi, së pari një herë do jap idenë kryesore që ka Rin Show. Rin Show është një spektakël që bën bashkë të rinjt. Të gjithë me një ide dhe me një qëllim të qartë. Jo kjo. Kjo është thjesht një shpërblim në fund. Ideja kryesore është të kalojmë mirë. Të futemi në për situata, në për skena, në për karaktere, apo të bëjmë lëvizje të cilat ne nuk i kemi menduar se do t'i bëjmë. Si që tash më përpara, kam 2 vite që marr pjesë në një show, kam 2 vite që jap jashtëzakonisht nga vetja ime dhe nuk e kisha marrë atë që unë doja. Kur befas në vitin e 3, arriti më dhe ta mendoni që jam vendosur në një siklet aq të madh sepse kam mësuar tekste për një shfaqje dhe në gjuhë tuaj. Por sikleti që kam pasur me këtë ishte vetëm nga fakti që unë dua ta bëj të dalë mirë, nuk dua ta bëj që të marr çmim. Unë dua që kur të kem balerinë të shtrirë dhe të gjithë Rin Show mbrapa, dhe ajo që do të mund të godas në publik sepse po i motivoj. Nuk e bëra as për një çmim dhe nuk e kam kërkuar kurrë çmimin. Dhe shumica mund të thonë apo mund të mendojnë, ky nuk mori asgjë dhe po e thot kështu. Sinqerisht, aktorët kërkojnë në Rin Show të vinë të veshur me veshjet e tyre. Mikaeli ka vajtur gjithmonë i veshur normal. Për arsye sepse nuk kam pritur kurrë çmim, pavarësisht gjërave që unë kam dhënë. Kam bërë në vitin e parë siç e përmenda atë karakterin, ndoshta po të ishte zgjatur ai skeç, ta kisha kërkuar personalisht dhe ta kishim shkruar me Mariusin, siç u ideua, ndoshta mund të kisha marrë një aktor karakter, nuk qenë se ishin të veçanta, po futesh në një karakter që ti nuk e ke. Këtë vit mund të kërkoja për recitim dhe të kërkoja zgjatjen e monologut, por nuk e bëra kurrë sepse kur dikush të cakton diçka ti duhet të qëndrosh asaj gjëje. Dhe vetëm ide që unë jap për të rinjtë është vazhdoni në Rin Show, vazhdoni të merrni pjesë dhe të jepni më të mirë aty sepse nuk është kupa. Është ajo që ju jepni aty. Në rast se publiku thotë, të gjithë e thonë këtë, pavarësisht se ne mund të kemi fituar të vitin, në rast se Raçi përfaqësohet më mirë se vitin që jemi tani, vitin që vjen në rast se përfaqësohet më mirë, të gjithë do thonë e ka Raçi përsëri. Dëgjuam edhe ato spekulime. Dëgjuam edhe ato spekulimet e tjera. Na i thanë edhe në fytyrë. Po çishi. Ne kishim një përgjigje shumë të bukur për ta. Çishi. Të gjithë flasin pasi kanë mbaruar. Shumë njerëz dhe ne u mprehëm vitin e kaluar, por kur ndodhesh në pozitat e publikut, kupton gabimet që ke bërë. Raçi ka bërë për herë të parë në një show vjet, 2 orë e gjysmë shfaqje. Ndërkohë që këtë vit e la 2 orë e gjysmë dhe u kthye në 1 orë e gjysmë dhe shkolla të ndryshme që i zjatën kaq, nuk e di, ne e kanë parasysh, këtu nuk dua të thumboj as nga posti që kam si presidenti Raçi Qirinxhiu, këtu jam si një nxënës i thjesht për ato që mua më kanë erdhur në vesh dhe nga persona më të rritur dhe me pozicion në për shkolla të tjera. Sepse të ma thot një nxënës Shemirqan, sepse është lodhur, por të ma thon mësues, ma thon persona që kanë pesh në për shkolla të tjera, është vërtet ofenduese për mua personalisht. Sepse kur ti shikon diçka dhe mëson mbi atë gjë, nuk do të thotë se ti mund të vish me të njëjtin ide dhe ta kopjosh, me pretekstin që ti mund ta fitosh. Të kopjosh nuk do të thotë fitosh, do të thosh të bësh diçka. Gjysmë diçka e se as nuk e mendoj. Të bësh diçka për të mos dalë pa përfaqësuar.
Shumë dakord. Shumë Dhe dakord. di shumë mirë për çfarë ke. Dhe për keke. Se urej shumë. Ta shpjegoj dosha. Okej. Shumë faleminderit Mikael që u bëre pjesë e këtij podcasti. Ne të urojmë suksese edhe në vazhdim dhe në jetën tënde të artit. Ku Dhe për mbahet të rrugën që do- pastër. Si? Mbahet të pastër, fshija plurat, një në dy Të? ditë. Jo, kjo i takon shkollës, unë një ditë e mbajta. I takon shkollës. Tani e keni ju. Tani e keni ju. Për ta larë, për ta shpëlar dhe jo këtë. Sepse siç e përmendën dhe nuk gënjyen, nuk po e them këtë, këtu kam dal bllov deri diku, sepse dhe nuk gënjyen për faktin që kupën nuk e lëshova në asnjë moment dhe kur e lëshoja që nxënësin të shënore aman në bëjmë edhe një foto. E jepja dhe e ruaja aty. E jepja dhe e ruaja. Kam ngrënë me të, kam pirë me të. Shikosh në foto Dhe- Mikaeli mbrapa. Dhe e mbajta në dhomë kur fjeta. Mbajta në dhomë kur fjeta. Ishte vërtet diçka dhe momenti që Brigeli e përmendi dhe do doja ta përmbyllja intervistën sepse po të filloj nuk mund ndaloj. Ishte që po ndaheshin çmime dhe nxënësit po të ishin kanë gjithë nxënësit e viteve të para. Jepeshe videoja më mirë, e merrte filan shkollën. Mos ja banin, por rini bre urt. Jepeshe çmimi trupa pantomime më mirë. E merr filan shkollë. Po se morëm. Po qetësoni bre se nuk duhen këto çmime, sepse morëm vjet shumë. Na mjaftojnë ata që kemi. Na mjaftojnë çmime, mjaftojnë këta 5 që kemi marrë, them. Mjaftojnë, jemi plot. Dhe në fund fare ai çmimi që është një skeme që përcakton fituesin nga vendi i dytë, ishte koreografia më e mirë. Në momentin që kanë thënë shkollën, unë i kam thënë Brigelit kaq dhe Brigeli ishte veti emocionuar dhe më shkthyer pak me inat, por që nuk e mora parasysh. Mu hap pak i thash të lutem sepse tani kam punë, i thash unë. Aty isha, domethënë, kishte arritur në kulm. Dhe në rast se nuk do të ishte rezultati, që ndërsa vërtet do isha i mërzitur, por nuk duhet të më dilte njëri përpara. Dhe kam vënë re Zamira Akitën, e cila na shikonte të dyve. Në një moment. Iku me vrap. Jo, na ka parë të dyve në Brigeni, sepse na një mirë. Na një personal. Na ka parë të dyve që kemi dalë përpara arreshtit, të gjimnazit tjetër që ishte aty, dhe thjesht unë që kam shtyr Brigelin, kam dal gati dhe roja që po sillte kupën dhe i ka thënë thjesht kaq dhe është regjistruar. Kupën do ta japësh ti sepse unë e di që do të më hanë, tha. Në momentin që do ta dhe thjesht sapo ka thënë shkolla fituese, ne prisnim atë sustancën. Ne prisnim atë sustancën që u mbajt vjet dhe unë nuk e dija sa do duronja pa vrapuar. Ajo ishte dhe shkaq. Shkolla më e mirë, për vitin Rin Show 2025, shpallet, raq, as gjimnazi, raq Shirinxhi dhe ne që vraponim dhe ajroja që më ka para aty dhe thjesht ma ka edhur, sinqerisht, e filmuar ma ka edhur për para, sepse Brigeli nga troj ndo që Zamirin, ne që do kapte, më kuptoni? O, dhe një 3-4 të tjerë me vete? Jo, ato janë detaje që... Më mirë të mos i disa persona tentonin të merrnin kupën, por ishte momenti më i gabuar. Ishte më i gabuar i mundshëm. Unë e lash e prekën kështu nga larg. Do të merrin ty me vete. Si? Do të merrin ty të. Jo, më shtyu njëri për të më rrezuar, po e të roqja poshtë nuk e lash. Në rregull, atëherë shumë faleminderit, urojmë edhe një herë suksese dhe Ju faleminderit. Laçi sa më mirë në provimet e maturës. Faleminderit shumë.